Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë qëndrimit në Shkup njoftoi autoritetet për 2 projekte që do të zbatohen në Ballkanin Perëndimor. Projekti ka të bëjë me ngritjen e fabrikave të inteligjencës artificiale në Maqedoninë e Veriut dhe Serbi. Ky është një zgjerim i programit të antenave të fabrikës së inteligjencës artificiale AIFA në 7 shtete anëtare të BE-s dhe 6 vende partnere, përfshirë këtu Maqedoninë e Veriut. Dua t'ju njoftoj se do të hapin fabrikat tona të inteligjencës artificiale në Ballkanin Perëndimor. Do të fillojmë me 2 antena në Maqedoninë e Veriut dhe Serbi, duke prezantuar një rrjet të shpejtë digital në të gjithë rajonin që do t'u lejojë kompanive të 6 partnerëve të lidhen me këto fabrika, sqaroi von der Leyen. Kjo do të thotë që kompanitë nga Ballkani Perëndimor do të mund të hyjnë në infrastrukturën europiane për inteligjencën artificiale, tha ajo. Ursula von der Leyen pas takimit me kryeministrin Hristijan Mickoski, presidenten Gordana Silianovska-Davkova dhe me kryetarin e Parlamentit Afrim Gashi, diskutoi edhe perspektivën europiane, progresin e proceseve reformuese, bashkëpunimin ekonomik, sigurinë energjetike dhe transformimin digjital në Maqedoninë e Veriut. Ne mbështesim plotësisht Maqedoninë e Veriut në rrugën e saj drejt BE-s, tha Ursula von der Leyen, duke shtuar: hapi juaj i ardhshëm dhe i vetëm para hapjes së negociatave është i qartë, duhet të bëni ndryshimet kushtetuese, topi është në anën tuaj, BE-ja është e gatshme. Ndërsa kryeministri Mickoski theksoi gatishmërinë e qeverisë për përshpejtimin e integrimit evropian të vendit përmes rezultateve konkrete dhe përmbushjes së standardeve europiane. Maqedonia e Veriut nga Bashkimi Evropian pret përkushtim të qartë dhe konkret, si konfirmimi i perspektivës europiane dhe mbështetje për qytetarët të cilët me dekada mbeten të përkushtuar ndaj vlerave europiane, u shpreh Hristijan Mickoski. Ky fundit gjithashtu tha se është i kënaqur me njoftimet se në vend do të hapet një qendër e inteligjencës artificiale. Kjo është diçka e shkëlqyer për qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Ky është një bashkëfinancim i përbashkët me vlerë rreth 5 milion euro. Kjo do thotë që praktikisht studentët dhe ekspertët Maqedonas do të mund të përdorin dhe të tërheqin burimet që ka vetë Bashkimi Evropian. Deri tani kemi përdorur përvojat dhe burimet e vendeve fqinje, që tani e tutje do të kemi qendrën tonë, e cila do të merret me inteligjencën artificiale, u shpreh Mickoski.